Kemi të bëjmë me një mace ku i ka ndalë totalisht zorët jashtë, kemi një kafshim nga një qenë, do të bëjmë të pamundurën për ta riparuar problemin. Do të bëjmë një pastrim mekanik të zorëve. Pasi të bindemi që kemi bërë një pastrim perfekt, do fillojmë pastaj t'i fusim në kavitetin abdominal. Megjithëse ruptura ishte shumë e madhe, zorët ishin totalisht jashtë kavitetit, kjo diagnozë prognozën e ka të disfavorshme, por megjithatë u punua sipas indikacionit profesional përkatës dhe shpresojmë që organizmi të bëhet. Këtu jemi një orë pas interventit. Macja është pa pronar, e ka kthyer nga një qenë pa pronar dhe mendojmë që u rikthye edhe një herë në jetë.